Jemi rikthyer në studio, jemi bashkë për të folur për një shfaqje shumë interesante që do të vihet në skenën e teatrit Metropol këtë fundjavë dhe në fakt është një shfaqje, një regjizor që nuk vjen për herë të parë në teatrot e kryeqytetit shqiptar, Naser Shatrolli, i cili në 2021 unë e kam ndjekur nga afër shfaqjen Vagon dhe vjen këtë fundjavë 7-8 marsi me një shfaqje shumë interesante, me një mesazh shumë të fuqishëm, me një temë të jashtëzakonshme që ka në qendër gruan kosovare. Bëhet fjalë pikërisht për shfaqjen Ëngjëjt që do të jetë në 7-8-9 mars në orën 20 në teatrin Metropol, por se çfarë ka në thelb e gjithë kjo shfaqje dhe se si ka nisur puna e një bashkëpunimi shumë interesant midis regjizorit Naser Shatrolli nga Kosova, dramaturgut Odise Plaku dhe një aktore shqiptare që i jeton e punon në Greqi, por është bërë bashkë për këtë vepër për të ardhur në Shqipëri. Do të kemi mundësi t'i flasim të gjitha këto në një lidhje të drejtë për drejtë me Naser Shatrollin nga ambientet e teatrit në kryeqytet, të cilin e falenderojmë që gjeti pak kohë para provave për të ndarë me ne këto detaje. Naser, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për interesimin dhe ju falenderoj, vërtet ju falenderoj për. Është kënaqësi. Si thosh, gjithsesi. Nësi është për ne më shumë fakti që po bëheni dhe ju kështu bashkëlltar të punës tonë dhe të kësaj premiere që vërtet jemi në emocionet e pothuajse gati të premierës, jemi në përmbledhje të gjitha materialeve dhe këtyre pjesëve që i takojnë si thosh asaj shfaqjes finale, natës finale, kështu që jemi në procesin e përmbylljes së ndriçimit dhe elementeve tjerë të shfaqjes, kështu që është një emocion i veçantë sigurisht. Urojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe çdo gjë do shkojë mirë patjetër. Thjesht do doja që të dija se si nisi i gjithë ky bashkëpunim për të sjellë në jetë këtë shfaqje dhe a ka ndonjë domethënie të veçantë që keni zgjedhur pikërisht këtë fundjavën e 7-8-9 marsit për ta vënë në skenë Ëngjëjt në Tiranë? Po, unë isha për fatin tim të mirë në ambasada e Kosovës në Athinë, organizoj pritje për shfaqjen time, do të them për herë të parë një shfaqje kosovare që shkon në Athinë, sepse akoma ne dhe Greqia nuk e kanë njohur Kosovën. Kështu që ambasadori organizoi shfaqjen time dhe ne ishim atje për 2 ditë radhazim në njërin nga teatrët e Athinës, kështu aty u njoha unë me Vefin, aktoren Vefi Redhi, erdhi në shfaqje, ishte e ftuar nga ambasadori i Kosovës, zoti Tim Klareva. Kështu që aty ishte si thosh ai komunikimi i parë dhe ajo njohja e parë e pa shfaqjen time që isha aty lulet, sigurisht i lashi i pëlqeu si duket dhe ndërkohë kishte diskutuar ajo me Odiseun për këtë bashkërendim, për këtë bashkëpunim. Mandej më mori Odiseu, më shkroi kështu që Vefi kishte domethënë opinione shumë pozitive për punën time, për çastin tim regjizorial, për afinitetet e punës time, kështu që më dërgoi tekstin, e lexova, e diskutova, ishte tema që ma dha si thosh atë impaktin e parë, atë ndjesinë e parë, ishte nana kosovare në rrethana të si thosh post-traumatike, në rrethana lirie, por që në vetvete ose në shpirtin e saj, në ndjeshmëritë e saj, në atë psikologjinë e thellë të saj, e kishte krejt peshën e asaj çfarë kishte ndodhur asaj, i ka 2 fëmijë të humbur dhe thosh ajo provon edhe e ka atë idenë se e krijonin një lloj gjykate brenda vetvetes, brenda mendjes së saj, brenda shtëpisë së saj, për ta gjetur si thosh shkaqet kryesore se si erdhi deri aty dhe a ka pas solucione që do të mund t'i shpëtonte fëmijët. Pak a shumë në këtë kontekst është e shtruar shfaqja që thjesht nuk kam dashur që të jetë e drejtë për drejtë ose e formatit të natyrës së dokumentarit, por kam ikur nga kjo për të dukur si teatër, për të dukur vërtet që është pjesë teatrore, por në esencë, në thelb, në fabull, në atë monologun e saj, në dialogun që e krijon e brenda vetes dhe shtëpisë së saj, sigurisht që është e tërë historia e këtyre grave që
e patën këtë përjetim të vështirë dhe pjesët cilës isha dhe unë, sepse unë e kam përjetuar luftën, isha drejt për drejt aty, e kam parë këtë lloj të merë, sigurisht kam parë këso situata. Po, janë situata e vërtet, janë histori reale dhe shumë të prekshme për një pjesë shumë të mirë të gjithëve ne për hir të vërtetës. Po sa vështirë ka qenë për ju që të sillni në skenë dhe të bëni bashkë emocionet e thella të humbjes, por njëkohësisht edhe të shpresës që bëhen bashkë te ky personazh i kësaj shfaqjeje. Unë i kam thënë Vefit kur ka ardhur në Prishtinë, se ne atje kemi fillu provat në Prishtinë, atje kemi punuar fërsisht 2 javë, 3 javë në teatrin Dodona, dhe ja kam thënë asaj dhe Odiseut autorit, edhe të gjithë miqve, kolegëve, ju kam thënë se kjo është një prej pjesëve të mia më provokative dhe më të frikshme në kuptimin e vendosjes të vënies në skenë për arsyeën e vetme, sepse plaga e njerëzve të pagjetër, e njerëzve të zhdukur është e hapur, varret janë të hapura, i kemi afërsisht 1600 njerëz në Kosovë që familjet e tyre i kërkojnë, nanat kosovare akoma i mbajnë fotografitë e fëmijëve tyre në gjoks para qeverisë Kosovës dhe kërkojnë se tush fëmijët e tyre janë me të drejtë kërkojnë një varr për fëmijët e tyre, dhe në këtë kuptim e kam shtruar konceptin e dramës. Kjo e kërkon fëmijën e saj, kjo nuk don të vdesi pa e marrë një lajm për fëmijët e saj, vërtet ka qenë vështirë, është e vështirë, nuk është e lehtë, është impakti drejt për drejt, dhe unë më shfaqen imazhet atyre pjesëve kur unë i kam kaluar vetë këto të merre nëpër male, gjithsesi dikun kam bërë mbi 100 kilometra në kam që kemi nga qyteti për të shpëtuar si tush ose për të ikur të merret të luftës, kështu që janë gjëra, por gjithsesi unë jam ruajtur që ato mos të ndikojnë në aspektin e krijimit, në aspektin e kreativitetit artistik, sepse në tërësi shfaqja vërtet shkon ka kreativiteti, i kam dhënë dimension modern, dimension shumë kreativ, me gjetje tërësisht dhe komplet origjinale, dhe ju do ta shihni kur të vini vetë që pjesa është vërtet krejt është pjellë e imagjinatës në aspektin e vendit. Sfidon logjikën në një farë mënyrë, sfidon logjikën ku ndërthur ëndrrën me absurditetin në një farë mënyrë, është një qasje artistike e jashtëzakonshme. Kështu është artistikisht, dhe më thonë veprimet e saj janë absurde, ndërsa teksti që ajo e flet është real. Në këtë kuptim e kam shtruar në absurditetin me ato instrumentet që i kanë për gjatë gjithë shfaqjes, vërtet loja që e bën me ato lodrat e fëmijëve, jo vetëm të saj, por në kontekst universal e kam shtruar dramën, fakti që këto nana i ke edhe sot në Ukrainë, i ke kudo në për botë luftrat ku zhvillohen, njerëz që vriten ose humbasin ato eshtrat e tyre, trupat e tyre, dhe njerëz ngelen gjithmonë me atë brengën e madhe në palcin kurrizor, a do t'i gjejnë ndonjëherë fëmijët e tyre. Kështu që kjo është pak a shumë në terma të përgjithshëm. Vefi ka bërë një punë të shkëlqyeshme. Këtu do doja të ndalesha pak tek bashkëpunimi juaj me aktoren, me Vefi Redhin për këtë rol kaq emocionale dhe të ndërlikuar në një farë mënyre. A ka dilema brenda vetes, vetë personazhi? Keni vendosur ta quani Hana apo jo në shfaqje? Po është Hana, kemi emërtuar. Sigurisht që është krejt pjesa është e ndërtuar mbi dilemat. I ka dilemat në krejt vijimsin e procesit dhe kërkesa që vë vetvetes, kërkesa jo të lehta, që provon t'ju jap zgjidhje ose rrugë, një lloj destinacioni, krejt janë të ndërtuara mbi simbolikën e dilemës. Dhe sigurisht që këto dilema e mbajnë pezull edhe audiencës, sepse natyrisht që unë jam dramaturg, në profesion dhe regjisor, dhe në këto kondita e kam shtruar shfaqjen që ta krijoj si thosh atë impaktin të shuës në relacion sallë, skenë dhe anasjellës, dhe kështu që këto dilema sigurisht që do ta kenë edhe fundin, do ta merr një fund logjik, do ta kenë një fund logjik, dhe unë jam gjithmonë për nga natyra jam shumë pozitiv, sigurisht që një fund është shpresdhanës për këtë grua ose për gjitha këto gra që vërtet presin në kontekstin sigurisht, në kontekstin metaforik, ajo është non, ajo është Kosova vetë, mrapa si thush, mendjes së saj, lëkurës së saj, kornisës së saj, personit që ajo luan është vetë Kosova, dhe tash Kosova është gjithsesi një fëmijë i vogël
akoma nështë jo krejt I gjetur në konstelacione globale. Kështu që në këtë kuptim është dramë metaforës, është dramë reale, është dramë e ndërtuar me simbolikat shumëta, që do më thënë ka një strukturë skenografike shumë moderne, vërtet shumë moderne, menduar e ideuar shumë mirë, gjithçka është në kornizat fotografive të zbrazura, kornizat zbrazura, ku dhamë idenë që ato duhet të gjindën njerëzit e zhdukur që të kenë se të është vendin në ato korniza. Kështu që ka një muzikë shumë të mirë, të punuar enkas, I ka të gjithë elementet edhe unë shpresoj që do ta gjej impaktin e drejt për drejt tek audienca. Jam e sigurt për këtë. Unë e di që një regjizori nuk mund t'i bëhet kjo pyetje drejt për drejt, por jam kurioze, ka një pjesë kulminante apo që e veçoni nga pjesët e tjera gjithë shfaqja për ju personalisht? I ka dy momente që I ka disa momente. Janë disa momente që janë si gjetje janë që shkojnë drejt kulminacionit. Është ai ballafaqimi I saj me Zotin, është ballafaqimi I saj me kambanën e manastirit, të cilën e ka brenda vete ka sajuar ajo në mendjen e saj, në filozofinë e saj, manastirin në shtëpinë e saj, është një rekvizit e thjesht, një kovë të cilën e kam krijuar dhe nëpërmes saj thjesht e japim atë idenë që ajo vërtet është në manastir, është në një vend të shenjtë dhe aty ka një luftë, një përballje të drejt për drejt me qiellin, si thush, ose me Zotin, sepse nuk ishte ajo, sepse nuk ndërhyri ajo dhe pse hesht akoma ai për fëmijët e saj. Dhe ka një pjesë tjetër ku luan me ujin, me kovat, si thush, ku provon me shpërla krejt njollat e peshës së kësaj lufte, ku provon vërtet me ujë, me shpëla krejt atë çfarë asaj ka ndodhur dhe çfarë ju ka ndodhur të gjithëve, kudo qofshin ata njerëz. Pastaj ka pjesë të tjera që në përballje me lotin e saj që I manovron në formë të gjetjesh origjinale për këtë grua dhe për këtë tematikë që është shumë e ndjeshme, por shpresoj shumë që do ta gjej si thush atë mishërimin e vërtet me të gjithë botën shqiptare, sidomos këtu në Tiranë, sepse edhe Tirana edhe Shqipëria është pjesë e kësaj lufte, fakti që u hap në aspektin e kufive, u hap erdhi me na ndihmu në luftë, erdhën, do të thosh, ata u bën pjesë e asaj tragjedie dhe atij çlirimi dhe atyre shpëtimeve të mëdha që kanë ndodhur përgjatë këtyre viteve. Kështu që unë e falenderoj autorin Odiseun, plakun që më ftoi, ma besoi punën. Falenderoj vërtet shumë, falenderoj Bashkinë e Tiranës, e cila e mbështeti këtë projekt. Ju e thatë pse pikërisht në datën 7/8 është fakti që është vit evropian për Tiranën, ky vit. Nuk e di, është vit evropian kulturor, sa unë e di, por ndoshta edhe më shumë se sa kaq. Kështu që në këtë kuptim, domethënë kjo është pjesë e këtij programi të madh evropian që po ndodh këtu dhe ne do të hapim në datën 7 do të hapim, do bëhemi pjesë e kësaj filozofie europiane, kështu që vërtet jam I njas Bashkisë Tiranës, të gjithë njerëz të cilët erdhën dhe u bën pjesë e këtij projekti. Është minimalist, është formati I teatrit dhomës, por po ta shikosh pastaj si shumë emocionale si pjesë, pa diskutim. Ne është vërtet kemi punuar shumë, kemi punuar shumë. A mendoni se arti me gjithë në vetvete ka fuqinë për të ndihmuar edhe në gjithë procesin e kujtesës kolektive, drejtësisë për personat e zhdukur në Kosovë? Është vërtet kjo që e thoni ju dhe sigurisht që do të ketë impakt. Unë fuqishëm e besoj se teatri është institucion I veçantë në kuptimin që vërtet na rikthen ose na rifreskon mendjen, na rifreskon shikimin, na rifreskon kujtesën, kujtesën, si thush, edhe aspekte tjera të ngjashme se kemi filluar që ta komprometojmë atë mendimin, domethënë jemi bërë goxha shumë komercial në të menduar, në të shikuar, në të folur, në të vepruar, kështu që teatri është ai që ti zgjon ndjenjat, ta zgjon atë gjumin e përditshëm që ose që letargjik ta quaj kushtimisht që ti vërtet nuk e din
dhe e kupton që vërtet duhet bërë diçka më konkretisht për të gjetur pajtesë dhe fundja dhe populli duhet gjejnë pajtesë në këtë formë. Duke i dhënë këto mesazhe, ne duhet gjejmë pajtesë në këtë rast në Serbinë. Unë jam për të gjetur pajtesë, por pajtesa agjendet kështu, duhet të dhamë një kontribut që këto varre, këto plagë të mbyllen dhe jeta të vazhdoj, sepse brezat e rinj nuk duhet t'i ngarkojmë në atë çfarë ka ndodhur rajonit ballkanik. Kjo është pak a shumë. E kush më në mënyrë të paqët se teatri mund ta bëjë këtë gjë? E vërtet. Edhe shfaqjeve të tilla. Është mediumi më shpirtënor, më i paqët në këtë sens, po e them, është vërtet uji i paqët. Absolutisht që po. Tani premiera është në Tiranë. Keni planifikuar të lëvizni në qytete të tjera, të shkoni në Kosovë apo ta nxirrni dhe jashtë vendit këtë shfaqje? Çfarë planesh keni në të ardhmen? Do të thënë, Odiseu ka organizuar i kem 2 shfaqje të tjera, 11-12 do jemi në Vlorë. Okej. Pastaj kthehemi në skenën e madhe të Universitetit të Arteve në Tiranë. Ne 15 kthehemi në Tiranë, dhe ai është duke punuar vazhdimisht Odiseu në aspektin organizativ, ku do të jemi pastaj në brenda Shqipërisë nuk e di. Unë do të punoj në Kosovë ku të kthehem në Prishtinë, sepse është me rëndësime pa Kosova këtë shfaqje, fakti që është temë e tyre dhe unë do të provoj në Prishtinë dhe ndoshta në 2-3 qytete të Kosovës ku ka teatro të konsoliduara profesionale dhe ku ka kushte dhe teknike, do shkojmë ndoshta edhe atje, ndërsa është duke u punuar sigurisht edhe vefi aktoria me që vjen nga Athina dhe vet Odiseu që ta aranjojmë pastaj dhe të shkojmë në Athinë, fakti që është me interes edhe për vet vefin me që jeton atje ka 30 vite që jeton edhe pranë në Athinë, në teatrët e Athinës, që ta shpërfaqim këtë format teatror të quaj kushtimisht para audiencës greke dhe para audiencës së madhe shqiptare, sepse në Greqi ka audiencë edhe të kultivuar, ka dhe artist, unë kam takuar kur isha në Athinë, artist që kishte për gjitha fushave dhe kemi pas bisedime, diskutime, bashkë e kam shijuar dhe ata më ftanin kështu me vërtet po, kështu është. Është shumë e bukur kjo. Naser, ju urojmë vërtet shumë suksese, me gjithë zemër, patjetër që do jemi aty për t'ju ndjekur në një prej datave të shfaqjes Ëngjëjt, në 7-8-9 mars, në orën 20 tek Salla Çehov, tek Teatri Metropol. Besoj isha e saktë. Faleminderit shumë, po e saktë ishte, faleminderit shumë, ju presim, jeni të mirëseardhur vërtet, në cilën do shpreh ne dhe aty thjesht ju presim. Është shfaqje që është mirë që të shikohet edhe është me rëndësi edhe për neve si ekip që të vinë sa më shumë njerëz ta shikojnë shfaqjen. Ju uroj shumë suksese dhe ashtu siç uroj të dëgjohemi sërish. Po. Lejo vetëm në Teatrin Metropol ta falenderoj sepse na u gjend shumë, stafi teknik, të gjithë drejtoresha, të gjithë njerëzit e këtij institucioni më kanë mirëpritur mua personalisht, kështu që jam i mirënjohës shumë, vërtet jam i mirënjohës dhe i falenderoj publikisht. Faleminderit shumë. Okej, ju urojmë shumë suksese. Do të dëgjojmë, besoj, me të tjera shfaqje po kaq interesante, por edhe të suksesshme në takimet të tjera në studion ton. Gjithë të mirat, Naser, faleminderit. Gjithë të mirat. Ishim me regjizorin, dramaturgun kosovar Naser Shatrolli, i cili është në përgatitjet e fundit për të vënë në skenë Ëngjëjt, një dramë e fuqishme për së vërtetës, me një temë të thellë, emocionale, veçanërisht për gratë e nënat në Kosovë, të cilat kanë humbur fëmijët nga lufta e Kosovës. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studion e Weekend Lovers.